nga shkolla Xhingazulli në Prishtinë. Mirëmëngjesi Linda. Përshëndetje, po të gjithë ju në studio dhe dëgjuesit e Radio Dukegjinit të cilët po na dëgjojnë aktualisht. Ne sot jemi në qendrën e votimit me numër 1916 në shkollën fillore të mesme të Xhingazulli në Prishtinë, ku sipas menaxherit të kësaj qendre gjithçka është gati që qytetarit u drejtohen për herë të katërt pra flet votime për të dhënë votën e tyre për të vendosur për përfaqësuesit e rinj të legjislaturës së re të Kuvendit të Kosovës. Flet votimet, kjo qendër ka 5 vend votime dhe gjithçka ka filluar në kohë, pra qendra e kësaj vend votimi është hapur në orën 7, është hapur në kohë, ku edhe kanë hedhur të drejtën e tyre të votimit të disa qytetarë, të cilët kanë pritur që nga para orës 7 për të hedhur të drejtën e tyre të votës. Sipas menaxherit të kësaj qendre, zotri Bujar Gjoçaj, numri i votuesve që kanë të drejtë të votën në këtë qendër është 4610 qytetarë dhe sipas informacioneve që ka dhënë zotri Gjoçaj, numri i votuesve në këtë qendër në zgjedhjet e kaluara ka qenë 2400 votues, ndërsa sipas tij në balotazh ka pasur më pak votues me numrin 2100. Nëse po mund të arrini të shikoni në qendrat e kësaj, në vend votimet e kësaj qendri janë të vendosura edhe fletushkat se si duhet të votohet. Janë informacionet se si duhet të orientohet votuesi për të hedhur votën e tyre. Në derën e njërës prej qendrave është vendosur edhe posteri se si duhet të votohet me personat me asistencë. Siç po shihet edhe nga pamjet të disa qytetarë tashmë vetëm që u drejtohen në vend votimeve për të hedhur të drejtën e tyre të votës. Këta qenë kanë si unë e giza të vyer. Po kanë qenë të hershëm. Pritet që të ketë edhe fluks më të madh të shqiptarëve, ndërsa kemi parë që të pranishëm kanë qenë edhe zyrtar policor për të vëzhguar mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Me materiale për fat nuk ka pas problem, kanë arritur me kohë. Nuk është raportuar për ndonjë problem se bush. Sipas menaxherit të kësaj qendre, pra zotri Bujar Gjoçaj ka treguar se gjithçka është në rregull. Edhe orientuesit ata që i ndihmojnë, orientojnë votuesit, po shihen. Gjithçka ka qenë në rregull, po se tash po shihen edhe duke drejtuar në qendrën të cilën e ka zona në fjalë për të hedhur votimin. Është drejtuar për njërën prej qendrës. Linda edhe kamerman. Linda, faleminderit shumë për këto informacione. Po shpresoj për një ditë më të mirë për juve. Po shpresojmë për të gjithë, jo vetëm për ne. E dëgjohem Kaq kishim për të lidhje direkte. Faleminderit, do të dëgjohemi edhe disa herë.